udhëheqjen e Sheh Muhedin Dervish Danës në fshatin Duzhnje të komunës së Gjakovës, e cila që 7 vite udhëhiqet nga pasardhësi i Sheh Muhedinit, Shetekiu, mbrëmë u mbajt një ceremoni fetare me rastin e përvjetorit të ndërimit të jetës së Sheh Muhedinit. Me hyb Dervish dhe dashamir u mblodhen për të bërë ziqër dhe ritët të tjera fetare të tarikatit Saadi. Me këtë rast u kujtua jeta dhe vepra Sheh Muhedin Dervish Danës. Ai u cilësua si njëri që i mbrojti nevojtarët dhe çdo herë u doli në krah atyre. Veprat dhe të bëmat e tij dhe të familjes së Dervish Danës do të mbeten përjetë në kujtesën tonë. Kështu tha postmbajtësi i tij Sheteki Dervish Dana. Ju jam mirënjohës të gjithëve kush ka marrë pjesë sonte këtu. Edhe pak dimër, pak ftoft, po për atë burr, për mdo që pak im ka bëj, se baba ka meritu, o konë njëri i nartë, njëri shumë i nashëm, patriot, gjithë e ka pas, sidomos mas luftës mbrëmtë në Kosovë 99-ën, i ndihmoi shumë popullit kësaj ane dhe këtë Kosovës, kush ka ardhur ka gjetë ndihmë dhe mëshirë pi babës tim. Në këtë ceremoni fetare të pranishëm ishin Shet Dervish e adhurues të Sheh Muhedinit, po ashtu dhe përfaqësues të fesë krishtere si dhe përfaqësues të subjekteve politike. Po ashtu në mesin tonë, në teqë sonte, kemi edhe fesë tjetër, fesë krishtere, kanë ardhur për babën tim, që e ka njohur babën, po tek e fundit jemi shqiptar. Mas pore është gjua shqipe, shqiptar që jemi, atëherë jemi musliman. Inshallah Allah na bën kabul. Lutjet tona, ibadetet tona, inshallah nuk gabojmë se gjatë kësaj rruge, se është rrugë e mundshme, rruga e ehli bejtit. Shetekiu shtoi se kjo rrugë është e mundimshme dhe se mbas tij do të vijë në këtë post djali i tij El Fatih Dervish Dana. Në këtë natë u tha se dyert e kësaj shtëpie të Zotit do të jenë të hapura për të shërbyer besimtarëve ashtu si na e lan amanet para Atësit tonë.